Artizanati përbën një nga shtyllat kryesore të identitetit kulturor të qytetit të Gjirokastrës, i lidhur ngushtë me historinë dhe traditat e tij shekullore. Punimet artizanale të trashëguara brez pas brezi janë pjesë e pandashme e karakterit të qytetit dhe një vlerë që kërkon mbrojtje dhe ruajtje të vazhdueshme. Artizanat e zonës së pazarit karakteristik kërkojnë më shumë mbështetje dhe fuqizim të këtyre zanateve, përmes nismave konkrete që ndihmojnë në promovimin dhe zhvillimin e tyre. Ka variante plot që mund të shfrytëzohen, edhe kjo do ishte mirë që edhe ky profesion, si drugëndja apo gurgëndja apo qindizmat që bëhen, të gjitha punimet artizanale, duhen vlerësuar dhe që të vazhdojë kjo si traditë. Se dakord, ne punën tonë e bëjmë dhe mundohemi që ta trashëgojmë edhe tek brezi më i ri, se ne jemi si biznes familjar këtu. Por do ishte mirë që të bëheshin edhe kurse e seminare të ndryshme në mënyrë që të trajnoheshin edhe brezi i ri që ta gjejnë veten. Katërinj, unë mendoj se katërinj, qoftë ata që vënë në shkollën artistike që kemi këtu në qytet, po dhe disa që janë talente të fshehura, si të thuash, thonjza, mund ta gjejnë veten në profesione të tilla të ndryshme. Është politika ajo që duhet të hartojë një lloj strategjie që ta joshi brezin e ri, që ta hapen disa kurse, që të bilon nga thënë që në Gjirokastër tashmë është e nevojshme hapja një shkolle restauratorësh. Dhe kjo do të bënte të mundur që të thithë brezin e ri të mësonin dhe të vazhdonin këto zanate. Në të njëjtën kohë artizanat u bëjnë thirrje të rinjve që të mësojnë këto zanate dhe të mos lejojnë që ato të mbeten në hares. Unë po thuaj se kam 40 vjet në këtë profesion dhe kanë qenë shumë të rralla rastet e interesimit për të mësuar këtë profesion. Të rinjt sot ndoshta ndikohen edhe nga kjo u bë pak si trend të themi që ky largimi nga vendi vet. Duhet ta gjejnë veten, jo vetëm duke ikur, jo vetëm duke braktisur vendin. Duhet ta gjejnë veten edhe këtu ku janë, sepse gjithë secili ka atë talentin e vet. Shumë rrallë janë, edhe kur vinë shikojnë shkallën e vështirësisë dhe pastaj tërhiqen, sepse kjo është një profesion, është një punë që nuk është se do punosh sot, do të vjelësh sot të ardhurat. Është një punë që do shumë kohë të mësosh një herë, të ushtrohesh, dhe pastaj është pjesa tjetër që sa i aftë je ti për ta zotruar dhe për të dalë në treg, për të siguruar jetesën me këtë lloj pune. Kështu që nuk është gjë e lehtë. Sipas tyre, artizanati nuk është vetëm trashëgimi kulturore, por edhe një mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik që mund t'i japë jetë të re qytetit të Gjirokastrës.